të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët. Koha për të nisur gatimet tona, plot shije, plot ide nga Katerina jon, e sigurisht propozime që ne jemi këtu për t'ju thënë dhe ju t'i provoni të shijoni shtëpitë tuaja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur, koha për të zgjuar. Po jemi zgjuar me kohën po. Tani është koha për të gatuar. Po patjetër, mirëmëngjes nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj një ditë bukur dhe ftoj këtu te këndi ynë i gatimit bashkë me Anilën që më zhveshur me të verdha, me të verdha. Po erdhi pranvera. Erdhi pranvera. Pranvera ka ardhur, po ky maj ka më shumë jeshillëqe të ndryshme. Fillojmë dhe prezantojmë receta që do të përcjellim për juve sot. Meqense është pranverë dhe meqense vijnë edhe vera, ky lloj kremi ose domethënë është krem qumështor që do ta bëjmë me lëng limoni, me cipën dhe lëngun e limonit. Është një recetë, domethënë që është shumë e shijshme, e lehtë për konsumuar qoftë në pranverë, por sigurisht edhe gjatë verës, të cilën e konsumojmë kështu, domethënë si do ta përgatisim, por edhe me ndonjë lugë akullore, se përveç se këtij kremit, ne do të bëjmë edhe akullore. Sot do t'rregojmë akullore se si mund ta bëjmë vetëm me 2 përbërës, domethënë me pana, pastiqeri ose dhe guzhine, që do të shtojmë brenda edhe një qumësht të kondensuar, themun, panda. Domethënë ka panda. Panda ka ngelur kjo, domethënë e dikushme, ne kondensuar. Po ashtu e njohin. Ashtu. Dhe do të bëjmë edhe ca sfoliatina, të cilat do t'i bëjmë me këtë petën sfolia. Do të kemi ndonjë lloj proshute, ndonjë lloj, si thua, çfarë mund të ndodhë, ndonjë lloj sallami kështu, domethënë që të jetë i bukur. Ne pas kemi pancet, po. Dhe do ta bëjmë edhe me djathë të shkrirë. Shumë të mira bëhen. Shumë të mira, vërtet bëhen. Sipas dëshirës mund t'i shtojmë edhe ndonjë susam sipër në momentin kur do t'i bëjmë gati, do t'i tregojmë mënyrën se si bëhen. Fillimisht ne do të fillojmë me recetën të cilën, shiko se sa thjesht që bëhet kjo recetë. Që do të thotë, në çfarë do të kemi? Do të bëj unë me këtë mielin, ermiksi, migdali, ka emërtime të ndryshme, po te kompania Neranzi do ta njihni me këtë lloj emërtimi, si migdal i holl, madje. Do të kemi 1 litër qumësh, 1 filxhan si migdali, do të kemi 3 kokra vezë, 2 limon, cipa dhe lëngu i tyre, 2 lugë gjalp, sheqer 1 filxhan ose 3 të 4, kjo varet sipas dëshirës, por te ky 1 filxhani unë do të mbaj edhe pak që do ta bëj me 1 të verdhë ose 2 të verdha vezë, të cilat do të bëjmë këtë lyerjen sipër. Domethënë sepse do ta vendos edhe në furrë që të më bëhet ky lloj kremi. Atëherë fillojmë me një herë. Për ta përgatitur, shikoj se si unë filloj, që do të thotë fillimisht edhim mielin, i hedh të gjitha unë në tenxhere dhe pastaj vendos në temperaturë të sobës që të bëhet një krem. Nuk ka nevojë që të vendosim qumshin, e të përzijem këto, e t'i sjellim, nuk ka asnjë ndryshim. Përkundrazi, kjo është mënyra më e lehtë dhe në kushtet e shtëpisë për ta përgatitur më shpejt. Hedhim sheqerin, do të shtojmë këtu mielin si migdali. Ky lloj, si thua, kremi, më kujtoi dhe atë qullin e dikushëm që neve, ose kremin, ose qullë e thoshnin faktikisht. Po ne se bëni me miell si migdali, e bëni me miell të zakonshëm, këtë lloj, tamam kështu, por as limon nuk hedhim me çështë vërtet. Domethënë si e bënit me niseshte dhe me miell? Jo me niseshte, me miell. Jo ajo si mualebi që bëj, jo, s'ka lidhje. E bënim më të, domethënë si qullën e qumështorit. Po. Edhe nuk e bënim me gjallë, po e bënim me vaj ulliri. Hidhni vaj ulliri, kështu dhe trazonim, e shumë i shishëm. Nuk e di pse, ndoshta nga që s'kishim shumë në atë kohë, edhe ajo pak gjëje kështu na duke, domethënë bënte diferencën, bënte domethënë na shijonin. Di unë çfarë të them tani. Kështu ishin ato kohëra atëherë. Do të hedhim dhe vanile. Hedhim dhe vanilje. Ndërkohë që shtojmë dhe vaniljen, t'ju them pak se ku i gjeni ju këto përbërësi që ne kemi sot në shtëpi. Në kuzhinën tonë, edhe po gatuajmë, i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Neranzi, është vend ideal për të bërë pazar në fakt, është një pasuri e tërë që zbulohet momentin që e vizitoni, i gjeni pafund produkte për dieta normale, për regjimin tuaj të përditshëm ushqimor, për të mbushur vaktet nga mëngjesi në mbrëmje, për të marrë me vete në shkollë, në punë, natyrisht dhe për ato kategori të njerëzve që kanë nevojë për dieta specifike të tipit për të shmangur glutenin nga dieta e tyre apo problematika të tjera të caktuara. Neranzi është vendi ideal i cili ju vjen në ndihmë të gjithëve dhe prioritet pa diskutim është një shëndet sa më i mirë i cili vjen nëpërmjet mirë ushqyerjes. Kundër të tjera do të gjeni edhe marka ndërkombëtare që vijnë ekskluzivisht dhe i gjeni vetëm tek Neranzi, të certifikuar dhe të cilat sjellin një garanci maksimale
optimale në gjithçka që ju blini, çoni në shtëpi, gatuani dhe konsumoni bashkë me familjen tuaj. Kështu që sot to receta, nëse doni ti kryeni njësoj si ne, këto produkte i gjeni tek dyqanet në Rancë, pastaj mbetet si gjithmonë zgjedhja juaj për t'i bler, për t'i provuar, për t'i shijuar apo për të gatuar këto propozime që do të vijnë sot në recetat tona, të cilat do t'i shfaqim pas pak, me njerëz apo kati të ketë në një proces pune që nuk është e nevojshme që ta ndaj me ju edhe për ta parë domosdoshmërisht në ekran. Atëherë të dashura misa, si zhepat, neve këtu kemi shtuar cipën e limonit, edhe ky limoni është limon vëndi, edhe që është e vërteta s'ka masfara brenda, dhe kështu ju do të ashtriu direkt te pjesa e tenxheres, këtu në tenxhere, nuk ka nevojë domethënë. Edhe kishte edhe këtë lëkurën shumë të mirë, që është mjaftueshëm, që mos të shtoj lëkur tjetër, është shumë e mjaftueshme, ishte goxha i madh. Edhe do shtoj edhe gjysmën e limonit tjetër, me qenë se kisha limon të madh. Edhe ky s'pas ka fara. Që gjeti limonat sot. Ka menduar për ty sot, mos të lodhin të heqesh faret nga... E çuditshme sot që mora unë sitën. Ti po me pyrun do t'a bëje edhe, nëse do e kishe sitën këtu, do thoja ja se kemi një mënyrë praktike. Po të bjen në një farë brenda çau bë. Nuk ka problem. Kemi thënë që dhe ato janë të konsumueshme tani. Po në rastin e kremrave sikur e duam pak të pastër, kështu mos na kemi të na mbesin ndonjë gjë kështu në përdhëm teksa i konsumojmë. 1 litër qumësht. Ato të gjithë, no? Po. I trazojmë. A të duhet më mielli? Ta vendos të kutia? Jo, mielli nuk do të më duhet më, Anila. I trazojmë një çik këto. Këtu tek vezë do të hedh një maj krip. Ashtu. I trazoj pak edhe do t'i hedh brenda. I hedhim që tani në fillim fare të gjithë përbërësit. I trazojmë sa ju të na bëhet një trajt kremoze. Ka këtë panën e ke lënë në frigorifer, besoj ti për akullore, no? Po. Pa tjetër në frigorifer, sepse nuk dua... Jo, nga që nuk po e shikoja këtu. Jo, e kam lënë në frigorifer. Ashtu shumë mirë. Erdhi momenti recetave. Erdhi, po. Tani Anila, po. Ti do thuash receta, unë do bëj trazim. Madje unë do t'i kem mbaruar recetat dhe Kati do jetë akoma në trazim. Ti shohim pak recetat për ditën e sotme, cilët janë përbërësit që na duhen për të dyja. Ja, ku i kemi krem me miell semolin si migdali, po ja u them kështu se kështu e kemi në kutizën tonë të Neranzit, edhe këtë e përdorim edhe shpesh në fakt, sepse duam që të mos ju ngatrojmë, pra ku shkojmë tek Neranzit të thonin duam miellin si migdal, por ambisat Kati na e ka thënë disa herë, njohin dhe me termin miell ermik, na duhet gjithashtu. 1 litër qumësht, 1 filxhan çaj me miell si migdali, 3/4 filxhan çaj sheqer, 2-3 kokra vezë, lëkurë e grirë dhe lëngu i 2 limonëve, 1 vanilje, 2 lugë gjelle gjalp. Për sipërfaqe, do e kalojmë në furrë këtë, apo jo? Se aty e kemi në klapa nëse piqet, ne do ta pjekim. Do ta pjekim. Një të verdhë dhe 1 lugë gjelle sheqer. Okej, mirë. Sfoljat me krem djathi dhe pancet, një recetë e shijshme që bëhet shpejt, që mund t'jetë për vaktet e mëngjeseve të vona, apo për mbrëmje, apo për ta marrë me vete kur dilni nga shtëpia. Një 5 sfoljat, 150-200 gram krem djathi, 10 feta pancet, prosciutto, çfarë të doni ju, mund ta lëvizni këtë përbërësin sipas atyre gjërave që keni në shtëpi, dhe 1 ose 2 lugë gjelle gjalp. 1-2. Akullore me 2 përbërës. 400 gram pana e rrahur, 1 kuti qumësh i kondensuar. Këtë recetën mbajni shënim me zor. E kuptua kush janë përbërësit? Këto janë baza, Anila. Pastaj mund të shtojmë fruta, mund të shtojmë kuptoj. Recela, fruta, biskot të thërmuar, çfarë mund të duajmë? Baza është kjo. Kjo është e rëndësishme, domethënë për të mbajtur më bazën që do ta duhet për përgatitur akullore në kushtet e shtëpisë, jo se nuk bëhet edhe në mënyrë tjetër, bëhet edhe me qumësht. Vjen koha, domethënë, e sezonit të verës. Po, tani shijojnë këto recetat e freskëta. Jo, e di që po mendoja në rastin e akullores si bie që ne e përgatisim sot dhe e ham pas nesër. Do të bëjmë të ndryshme, domethënë. Jo, po duhet të ngri, duhet të rritë në ngrirje. 3-4 orë. Ik do 3-4 orë, domethënë do ikim në shtëpi, do vim prap. Mirë, e mbajmë për të nesërmen, Anila, s'ka problem. Nesërmen, neve do ta konsumojmë. Për sot, le të konsumojmë këto që do të kemi. Okej, mirë. Tani,
që unë të merem, të bëj pak atë enën me gjallë. Do vi unë aty të dy, Po, kuptova. Anila, lutema bëj këtë përzierje këtu që të harim dhe edhe kohën për t'i përfunduar të gjitha. Nuk ka nevojë ta ul temperaturën, Jo, thjesht ta duam trazoj. temperaturë të lartë, se tani ta bëj pak me gjallë të ta To keme limonat dhe aromën e pas kanë shumë të mirë. Akoma vazhdon ndihet këtu në... Tani edhe këtë enën, tavën që do të ashun, do t'i vendosim pak gjarpë dhe do t'a spërpëkasim edhe me pak miell, që mos të nëngjis dhe të dalin dhe racionet mirë në momentin që e vendosim për t'a pjekur. Ai është një lloj kremi që mund t'a përdorim edhe me, domethënë në gotë, që kam të ndërë tjetër, me këto miksime të ndryshme, qoftë dhe të kadaifit, qoftë edhe të biskotave të ndryshme, që e kemi si bazë për të bërë mbasirat të ndryshme. Kështu që s'ka që bëjmë këtu të e verdha vezve, ku do të shtoj dhe pak sheqer atje, tani këtë e kemi gati, mielin e kemi këtu, Anila. Po, e futa unë aty brenda. Shumë mirë, s'ka problem se ja do të edhim pak miell, ta spërkasim. Në rregull, është mjaftueshëm. Edhe ajo që duhet e rrotullojmë kështu, që të marri dhe anash. Mirë. Pudroset mirë, kështu rreth e qartë. Ashtu si bëjmë formën e kekut. Ja, tani e kemi gati këtu. Dhe sa unë do shpreh pak duar, edhe do filloj të bëj prerjen edhe të pancetës, me qëllim që sa ajo të bëjë gati, të fillojmë me recetën e radhës. Okej. Faleminderit Anile edhe ti për ndihmesën aty. Jo, të lutem unë. Prandaj jam këtu. Pak nga pak po fillon të trashet, e ndjej tek teli që fillon edhe lëviz më ngadalë, megjithatë ka ende nevojë që të kthehet në një masë kremoze. Atëre. Pancet do t'a kalojmë në tigan, t'a kavërdisim pak për të lëshuar aromën dhe sigurisht për të hequr dhe yndyrnën e tepër që ka. Po kryesisht për të nxjerrë një aromë të mirë. Ndezim të sobën tjetër. Kati kanë, them se është trashur. Po. Po lëshon këto fluskat që tregon që është, ky është treguesi që kremi është gati. Shumë mirë Anila, faleminderit. Ta largoj apo thjesht të fik sobën? Shikoje? Në rregull është, tamam fiks ashtu siç duhet. Faleminderit. Po e largoj nga vatra se ky fillon dhe kërcen pastaj. Kërcen edhe na djeg. Edhe po, vërtet. E heqim fare këtë se s'na duhet, faleminderit. Të lutem. Tani aty kem vendosur unë tiganin të ngrohet, se pasi do ngrohet do të hedh edhe pratha me gjarp edhe me miell. Ke nevojë për atë... Të marrim ato të fundit të? S'ka problem, Anila, lere ta kruajmë ato kështu, a? Jo, thash nëse do të duhet, shikoje vetë. Megjithëse për tavën që nga okej, kaq mas. Po. Ka një shije shumë të mirë nga pjesa e limonit. E lëmojmë pak. Në rregull. Tani këtu do hedh edhe pak sheqer. Se sheqeri bën mirë edhe karamelizon. Me thënë të drejtën kam herë 2 të verdha veze. E kam bërë, ishin të vogla faktikisht, nuk është se ishin të mëdha, edhe kam hedhur 2. Nuk e kurseva vezën. Edhe një lugë sheqer. Gjatë momentit që kemi vendosur, me thënë, para se Anila në momentin që lexonte resetat, unë kam shtuar edhe 2 lugë gjalp brenda. Te kremi? Te kremi, po. Nuk e di nëse jam visat e pan, por duhet edhe gjalpi. Ti hedhe pak sheqer.
të karamelizohet dhe të marrë jetë ngjyrën e bukur. Sepse kemi limon brenda, kështu që nuk është se kemi tepër. Tani le qem në furr. Tani në furr, zemër. Në furr temperatura 180 gradë, 180, 200 gradë dhe do ta lëm për një 30 minuta, 35, do ta shikojmë. Okej, mirë. Që do të thotë, do presim. Dhe në pjesën e dytë do merremi pikërisht me tavën që vendosëm në furr. Tani besoj se është momenti që të kalojmë tek receta e kripur, tek pançeta që është prerë në copuza të vogla tashmë. Kemi edhe petën e sfoliatit në krah, kremin e djathit dhe do të bëjmë një mbushje të petuve me pak përbërës, por që shijojnë dhe kombinojnë shumë mirë së bashku. Në rregull, tani ta trazojmë pak ato që të na shekarohen pak, Patjetër. për të nxjerrë aromë. Ashtu. Dhe sa kjo të na bëhet gati, hapim petën e sfoliatës. Se ka Anila, të lutem gëshërët. Përdera. Ta hapim edhe nga ana tjetër. Të dyja zona duhet. Po, më mirë të lirojmë hapësirën. Po. Që të kemi këtë vendin e duhur. Tani edhe këtë do të hapim pak, që të ketë mundësi kjo të na... Se zakonisht të petës sfoliat, ose i bëjmë me pak pirun, ose i hapim kështu. Po, duhen shtypur pak, po. Duhen shtypur që të mos... Edhe këto bërë. Edhe panceta është gati. Ke një tas aty apo e ke parakulloren atë? Ja, këtë kam të pastër, se tam do Po, do kullonim limonin. Limoni u kullua vetë, kështu që... Kulloj natyra. Në rregull. Okej. I largojmë? Kujdes tani mos të Jo, nuk digjem pa mina. Faleminderit. Ashtu. Ta hapim dhe pak që të na dalin pak si më shumë. Se gjatë pjekjes ato do rrisin, si tu është volumin, se sfoliat është kjo. Po. Tani kemi krem djathin dhe duhet fikur soba. Patjetër. Ky kremi djathit hynë në shumë gatime. Po. Ti vendosim njëherë këto lugët, edhe pastaj ta... Edhe një, edhe është mjaftueshëm. Okej. E hapim kështu, mbi të vendosim edhe... Vetëm në gjysmën e petës? Vetëm në gjysmën, se do ta palosim. Edhe do t'i ndajmë. Shumë i mirë ki kremi. Shumë i mirë është. Tani, të hedhim edhe këto. Recetën e keni në ekran, është shumë e thjeshtë në fakt, pra mjafton që të keni petën e sfoliatit, pastaj kombinimet e mbushjes së saj, sigurisht që kremi i djathit është gjithmonë perfekt
në shumë receta, po dhe në ato byriqet e thjeshta madje që mund të bëjmë në shtëpi. Një krem i djathit është një shije që edhe ashtu të thjeshta lini mjafton sepse është perfekt. E kemi kombinuar me pancetën sot, mund të kombinoni me copës dhe salciceje, me prosciutto që mund të kenë mbetur në shtëpi të miksuar. Pra është një recet që mund të përdorni edhe çfarë keni në shtëpi. Në mbushje të ndryshme. Ne sollëm në këtë lloj mbushje që kjo është faktikisht e kënaqshme shumë për fëmijët, po jo dhe neve të rriturit nuk na pëlqen kjo gjë. Besoj se. Ne nuk kemi fëmijë këtu kati, kështu që ne vetë do ta ham. Jo thash se mos. S'kemi këtu. Këtu. I kemi në shtëpi. Në rregull, po thash se mos neve këtu nuk do ta hanim, prandaj po them. Se nuk kemi moshën, no? Jemi mbi moshë. Kriterin për ta konsumuar. Imagjinoje pastaj ç'mund të themi për akulloren. Jemi mbi moshë. Që është kaq e dashur për fëmijët. E në fakt, vërtet, akulloret mund t'i bëni vetë në shtëpi për fëmijët në mënyrë të veçantë nëse fëmijët janë të vegjël, pra sa më larg të jemi atyre ushqimeve të gatshme që gjejmë jashtë, jo se s'do t'i konsumojmë, se të gjithë të ndojmë, po le të themi ja kështu me pana, me kos, ka variante me fruta të freskëta, që mund t'ja bëni vetë akullore në shtëpi gjatë këtyre ditëve që fillojnë edhe ngrohen. Edhe ç'është e vërteta, kemi nevojë të konsumojmë edhe gjëra të freskëta, edhe ëmbëlsira dhe gjithçka tjetër. I bëjmë në këtë mënyrë, i presim në shirita, i përdredhim, dhe do t'i vendosim në një tavë me letër guzhine, dhe do t'a vendosim në furrë, kaq thjesht, kaq shpejt. Mbaroj, jo? Po, kaq. Po. Kur kemi gjëra të gatshme. Po. E këto janë gjëra, do me thënë, ndihmesa. Patjetër. Në shtëpi. Vetëm se me petin e sfoliantit e kemi thënë edhe herë të tjera, duhet të nxjerrim nga frigoriferi në momentin që fillojmë ta gatuajmë, sepse është aq e butë, aq e shkrifët, sa që e shihni që me një herë fillon edhe të zbutet. Pra duhet të keni gati çdo gjë, hapni petën, mbusheni dhe ashtu sa më e fortë të jetë, aq më kollaj arrini ta manovroni edhe t'i jepni edhe formën tuaj të preferuar. Mund ta përgatisni me produkte të kripura, me të ëmbla gjithashtu, pra ka ato shije neutrale që i kombinon shumë mirë në të gjitha llojet e recetave të furrës që ju doni ta provoni apo ta shijoni. Jemi duke shkuar drejt fundit, kështu që ne dy mënyrat e para i pam, të tjerat po i bëjmë ngeshëm gjatë shkëputjes publicitare. Po, kjo është pra. Në dy skaje dhe rrotullime të kundërta me njëra tjetrën. Do të kthehemi në pjesën e dytë, do të kontrollojmë çfarë ndodh në furrë me tavën që vendosëm atë kremin e shishëm pak më herët, do të vendosim gjithashtu edhe këtë tavën në furrë dhe kur të kthehemi do të përgatisim akulloren në kushte shtëpie. Ju presim këtu. Ja ku jemi përsëri në studio, rikthehemi, do të mbarojmë, do nisim në fakt, pastaj ta mbarojmë akulloren në kushte shtëpie dhe do të tregojmë edhe dy recetat që ta mbarojmë se. Të mbarojmë thash. Po, pra, ishte kështu. Se kemi nisur. Në fakt doja të thoja që dy receta janë drejt përfundimit, se janë në fazë pjekjeje, por të tretën e kemi lënë për në fund, ëmbëlsirën për në fund, një akullore me pak përbërës, si që është me pana dhe me qumësht të kondensuar. Ndërkohë që mund të përdorim dhe fruta të thata, si pas dëshirës, bajame, lajthi, shija e akullores që ju dëshironi, ndonjë reçel, si që tham, fruta të freskëta, pse jo. Ka mënyra plot. Ka mënyra plot, edhe shiko, para se të bëj atë, se bëhet shumë shpejt gati, bëjmë ca bajame neve, i presim pak tu, edhe i karamelizojmë, që mund t'i shtojmë brenda edhe tek akulloria. Koti kisha bërë pak një tek ajo makina grise, një gëzh. Në fakt po, një rrotullim, një të shtypur.
pse si kalon, mos u lodha ashtu me, Jo, apo se nuk duan ikën këto tani, se nuk duan edhe shumë, ndërkohë ja këto do. Sot po gatuajmë me produktet në ranxhi miq të dashur, kështu që Ashtu, s'ka nevojë dhe ti bëjmë fare nëse kremin keni prandaj. pyetje që shpesh na i bëni për produktet caktuara se ku mund t'i gjejmë etj, po ja u them për t'ja u kujtuar që i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në ranxhi. Okej. Ja, do neve njëherë bodh mjaftueshëm ja. Do ngrohen, nxjerrin ato aromat e mira, do me thënë yndyrnat e mira që nxjerrin bajamet, edhe më mbrapa do të hedhim edhe sheqer, ti të rrezojmë ja 2 herë dhe do t'i vendosim në një letër kuzhine. Okej, tani do merremi me këtë. Tani do merremi me këtë, që fillimisht do të hedhim pana, e do t'a bëjmë me sy tani në shtëpi, anë visat leta masi. Mos në bëj jo Anila se më vjen një aroma Po ndej. pra, ta nxjerrun këtë kremin? Është bërë. Atë si bërë? Po është bërë, Se këto të ta sfoliatit nxjerrim. duan dhe pak se i kemi me temperaturë më të ullët, se peta sfoliat është delikante, e dini që nuk piqet njësoj si byreqet, se do merr me një herë temperaturë, është më mirë të piqet pak nga pak. Anila s'përkata vendin. Kati, kjo kështu duhet të rri, kështu, që të lëvizi? Apo ta kthej? Po. Okej, tha se së shpjekur nga brenda. Jo. Se që si bën? Është pak kështu si që. Se neve kemi, ajo do qëndroj tani dhe do m'pik, se krem është. Okej, Po kështu që ka bërë shumë i mirë në fakt. Edhe aromën e ka shumë të mirë. Vanilja, limoni. Sa filloj do me thënë që të mpikset, do të shtojmë edhe kremin brënda. Ta hapun këtë se Po. zakonisht këto i këpus kur i hap, nuk i hap do të si shduat, të ta bëj të nderë të ta hapun. Asë njerë nuk qëlloj në shenjë. Hapi se Ta provoj? provoj e një Ja, herë. do më ngeli në Se dorë, si ti. dihet. Se, shikon, se... Nuk kam besim fare, fare. Jo, po si s'ka besim. E kam me të vërtet që më këputen dhe pastaj filloj me Ja, majnë e ti nuk u thikës, këput. po ja, më nderoj këtë herë. Nuk diskutohet që do të nderonte. Kati, po na digjen këta mëj. Hiki, edhe aromë e mirë. Ti edhim sheqer Do apo jedhim ta? sheqer. Hidhi një 2 lukë sheqer, Anila. Okej. Faleminderit. Ja e ke ati sheqeri, se aq bajame neve kemi. Kështu nga sipër, nuk ka nevojë. Hidhi. Edhe pak fare, po. 2-1 maj i hodha. Jo, në rregull. Trazoje, në rregull. Ta lë të shkry sheqeri tani? Po. Kjo duhet ftohet, nuk e presim dot në këtë. Apo ta pres? Jo, është ngrohtë ajo, Anila. Mirë. Atë neve tani nuk do ta presim, por lëmë do t'i hedhim. Edhe këtë nuk do e ham si si akullorja nesër. Jo, do ham një gjë sot do më. Ajo ha e dhe ngrohtë më, se mos djegim ato. Apo Shima për zuri, pra, mos i ha mbolstirën. Shkriu. edhe pak, të marri Mirë. karamele. Po nxjerr këto petët e sfoliatit. Ti shop, se ndoshta vetë jam bërë po. Jo, ti edhe pak, Anila. po pra, duan. Ai tasi që kam aty, një tas kallçu që juve keni në shtëpi, të cilin ashtu ja karamelizohen, hapim një letër kuzhine, i hedhim sipër atje të ftohen, edhe i kemi gati. Ja. Kaq? Është okej ish kaq let? Apo hapa shumë? Ja. Shumë letër hapa, po. Jo, s'ka gjë, hajde tani se. Se këto ngrin. Po, nga sheqeri. Ashtu.
Edhe nxjerrën atë shijen e mirë, do me thënë, të bajameve, edhe shijen e mirë të karameles së sheqerit, dhe u karamelizuan, u bën ashtu si shduhen. Shiko sa të mira u bën. Shumë të mira. Edhe kështu konsumohen kaq të mira. Ato po mendoja, këto frutat e thata mund t'i bëjmë her pas here kështu të karamelizuara. Ta përziej dhe pak për të rregulluar shijen gjatë ditës. Edhe e kemi mjaftueshëm përzier kremin për ta hedhur, se nuk e kthejmë në marengë të fortë, duam që të jetë kështu në tret kremoze. Sepse do të hidhet, do me thënë, në një tas, do të vendoset në frigorifer të paktën për 3-4 orë, të ftoj, të ulë temperaturën, dhe do ta kemi gati pastaj për ta konsumuar. Ta konsumoni me një vishnjë, një reçel qershie vishnje, shumë e mirë, dhe te kompania Neranci faktikisht mund të gjejnë reçelna të ndryshme, gjë që... Ua, ka të sa zhurmë pas kemi qenë duke bërë. Po, tani këto gjëra janë sa që janë me zhurmë, Manila. Jo, janë me zhurmë, ca gjëra nuk kemi që bëjmë fare në, po. Ca gjëra janë me zhurmë. Tani në një tas kallçuk që e keni edhe me kapak, e hidhni brenda dhe dalë të heqim këto, mos na bëjmë pika tani këtu. Ashtu. E hedhim. Ai do të bëhet krem. Ska gjë, se dhe kjo fshihet në fund në fakt, po hajde ta hedhim. Nëse të ndyrëm. Ska gjë. Se ndo njëherë katër Se duar. është e lehtë kjo, nuk është si ato të Pra tjera. nuk bën sfoliatët. Ashtu këtë e kemi gati. Tani këtu te kjo masa që neve kemi përgatitur, kur ftohen këto, i hedhim brenda. Dhe kemi, si thuash, akullore me bajame të karamelizuara. Ka të shikoj njëra apo i nxora herët unë? Doni pak fare, po tani si jemi me kohën, kemi në kohën të mjaftueshme. Ja, një sekond, ta kthej dhe njërë në furr. Dhe sa po unë t'i qoj në furr, do më thonë mbyllet do t'i nxjerr prap nga furr. Nuk e besaj. Jo, kemi. Kemi ko mjaftueshëm, të zbukurojmë, të lexojmë recetat, ja, të mbarojmë dekorin. Ta merja me një luk, faktikisht, sepse që është e vërteta, me luk do ta hidhni më mirë, më drejt. Ska që mirë është edhe. I shkon, do me thënë, ky fistiku. Ashtu. E kemi përfunduar të si recet. Ja, ku e kemi? E di që sa shpejt ullë temperatura e këtyre. E po ngriu, po se nuk ishin shumë sheqer. S'kishin, jo vetëm, po s'ishin edhe shumë. Gjë që na mundëson tani kjo neve që t'i hedhim brenda te kremi. Uftohen vërtet, po. Ullën temperaturën. T'i hedhim te kremi, të vendosim në frigorifer dhe ta lëm që të ftohet. Dhe duhet ftohur të paktën për 3-4 orë. Dhe do të shikoni që do të kenë një akullore shumë të mirë dhe shumë të shijshme. Të dyja këto përbërës, edhe pana, edhe kjo kutia e qumshit kondensuar, sigurisht që neve na pëlqen shumë, domethënë, na bëjnë një akullore shumë të mirë. Një akullore shtëpie që do të kënaqen fëmijët. Dhe do thoni, ka në pazar dhe ato do t'i konsumojmë kur jemi që dalim një xhiro, por kur i bëjmë vetë në shtëpi dhe kur i bëjmë bashkë me fëmijët, nuk e keni ide, domethënë se sa kënaqësi dhe sa gjë të mirë që merr shtëpia, një atmosferë, si thua, tjetër dashuri, tjetër gëzim. S'ka si gjërat e bëra. Nuk ka. Kështu që edhe me thënë, edhe vetë fëmijët e bëjnë, ose nëna kur i bën dhe ua servir, edhe fëmijëve u pëlqen dhe thonë, wow, sa e mirë moj mami. E shijon më shumë kur e bëjnë vetë vërtetë, dhe nëse nuk ka të shijen e gjërave të gatshme. Është mirë që t'i bëjmë dhe të bëjmë ca gjëra her pas here edhe në shtëpi. Këto akullore të cilat bëjnë në kushtet e shtëpisë, nuk janë ato të pazarit. 4 minuta kohë kemi. Do vendosim, do jashtojmë akullores ato? Po, do jashtojmë. Nxjerrim edhe tavën me 5 foliat, i japim dhe një 2 minutë të fundit kohë recetave për t'i lexuar, edhe kështu jemi okay me gjithçka që kishim menduar të sillnim tek ju këtë të mërkur. Vura për momentin këtu, sapo kanë ti të mbarojmë akulloren, shumë bukur ngjajnë. Do t'i shërbejmë ato Katja? Do t'i vendosim në një pjatë edhe ato. Vendosim dhe ato në një pjatë, okej. Ka pak Ja, unë dhe ta mbajmë akulloria, këtu. e cila vjen kështu.
duhet të qëndrojnë në frigorifer, patjetër për të marrë atë trajton e akullores. Ndërkohë, një shikim të fundit të recetave të ditës së sotme, i lexojmë bashkë në ekran, krem me miell si migdali dhe limon. Unë e them si migdali siç është në paketim, e përsëris edhe një herë, shumë anvisa e njohin me miell ermik, ndërkohë është mielli semola, nëse do të themi edhe e njihni në termin e gjuhës italiane. Ndërkohë na duhet 1 litër qumësh, 1 filxhan çaj miell si migdali, 3/4 filxhan çaj sheqer, 2-3 vezë lëkura e grirë dhe lëngu i 2 limonove, na duhet 1 vanilje, 2 lugë gjelle gjalp dhe në fund fare, para se ta vendosim në furrë, përzijmë së bashku 1 të verdh veze, 2 bëm ne, dhe 1 lugë gjelle sheqer. I lyjmë tavën, e vendosim në furrë, e lëm të piqet dhe ju e pat se sa e mirë del. Sfoljat me krem djathi dhe pancet, na duhet 1 pec sfoljat, 150-200 gram krem djathi, na duhet 10 feta pancet dhe 1-2 lugë me gjalp. E fundit fare është akullorja, e cila ka vetëm 2 përbërës, kështu siç ne e përgatitëm, dhe pastaj shiheni ashtoni vetë të frutave që dëshironi, 400 gram pana për ëmbëlsira, ne e rrahim së bashku me 1 kuti qumësh të kondensuar, krijojmë një masë goxha viskoze, më pas i shtojmë aty frutat tona të preferuara, ne zgjodhëm bajame të karamelizuara me 2 lugë sheqer, i kemi vendosur në tas me kapak në ngrirje. Për rreth 4 orë do ta keni gati për ta konsumuar. Me kapak, pa kapak, akullorja u bë për merak. Për merak. Po, ama edhe këto... Po, se nuk i pam nga tava, do me thëmë. Shikoni sa bukur gjajnë. Vërtet, nuk është janë të bukura vetëm, po janë shumë të shishme. Janë shumë të shishme, Anila, me thënë të drejtën, sepse edhe peta, edhe, dhe me thënë djathje që ne përdorëm, edhe kjo panceta, sepse nuk ka nevojë që të shtojmë diçka tjetër brenda, panceta jep shije, në kombinimi me djathin e shkrir, dhe bëjnë shumë të mira dhe shumë të shishme. Thamë që si pas dëshirës mund t'i lyeni me pak vaj ose me ujë dhe vaj, dhe i shtoni pak susam sipër, nëse doni. Në rast të kundërt, i lëni kështu pa asnjë gjë. Edhe njëra, edhe tjetra do t'jenë shumë të mira dhe shumë të shishme. Tani shikoni më mirë. Ikim, se nuk kemi më kohë. Ka ditë lumshin duart. Faleminderit e dashur. Kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni në familjet tuaja, sepse vërtet janë të thjeshta, të shpejta, të shishme ekonomike dhe ç'të hani. Dhe kjo të thoni që të hani, duhet i pregatisni dhe t'i provoni. Faleminderit e dashur, me Anilën do t'jeni këtu sërish. Mirupafshim nga unë. Me Katin do shikojeni nesër në orën 9, shkojmë në publicitet.